tjera në dobi të qytetarëve dhe të Kosovës. Megjithatë, qytetarët e dashur, jemi sot këtu se bashku me deputetët tonë dhe deputetët e Aleancës, sepse lëvizja vetëvendosje, zoti Kurti, zoni Haxhiu, zoti Dehari e kanë kaluar një kufi që nuk është dashur ta kalojnë kurrë. Ata qëllimisht e kanë shkelur afatin kushtetues për konstituimin e kuvendit dhe vendimin e fundit të gjykatës kushtetuese. Jo një afat të vendosur nga PDK-ja, jo nga opozita, por nga Kushtetuta e Republikës Kosovës, të cilën tashmë e kanë suspenduar. Dhe sot nuk kemi më vetëm kriza politike, por edhe kriza kushtetuese dhe institucionale. Sepse përveç që nuk kemi kuvend të konstituar brenda afatit kushtetues, nuk kemi as qeveri me mandat të ri. Pra, institucionet po funksionojnë në një terren të pasigurt, me shkelje kushtetuese, me shkelje të rregullore së kuvendit, ndërsa përgjegjësia politike po shtyhet nga një ditë në tjetrën. Kjo nuk është normale dhe nuk do të lejojmë që të bëhet normale. Shteti nuk është Albin Kurti. Shteti është kushtetuta, janë ligjet, janë institucionet dhe kufit që askush nuk ka të drejtë t'i kalojë. Grupi parlamentar i vetëvendosjes e ka fituar të drejtën të propozojë kryetarin e kuvendit, por nuk e ka fituar të drejtën të ndalë oren kushtetuese. Kurti e ka fituar të drejtën të negociojë, por nuk e ka fituar të drejtën të vendosë interesat politike mbi kushtetutën. Avni Dehari e ka përgjegjësinë për ta drejtuar seancën konstituive, por nuk ka mandat ta interpretoj kushtetutën sipas interesit të partisë së tij. Rreziku më i madh tashmë nuk është vetëm shkelja, por që shkeljen e kanë bërë president. Precedentin po e bëjnë praktik, dhe praktikën e shkeljeve po na shesin si normalitet. Ne e refuzojmë këtë. Nuk ka mandat politik mbi kushtetutën. Nuk ka shumicë mbi kushtetutën. Nuk ka individ mbi kushtetutën. Prandaj, qytetarët e dashur, kjo shumicë parlamentare ka detyrime kushtetuese dhe këto detyrime nuk mund të zaventohen me interesa politike. Konstituimi i tashëm nuk e kthen orën pas, por kuvendi duhet të konstituohet, sepse pa u konstituar nuk rrjedhin afatet kushtetuese. Prandaj edhe sot këtu i ftojmë, hajdeni konstituoni kuvendin. Mbi çdo parti është Republika e Kosovës. Mbi çdo pushtet është kushtetuta. Partit vinë dhe shkojnë. Qeverit vinë dhe shkojnë. Kryeministrat dhe kryeparlamentarët vinë dhe shkojnë. Por Republika e Kosovës duhet të mbetet. Dhe kjo Republikë mbetet vetëm atëherë kur kushtetuta respektohet. Albin Kurti po e mon peng shtetin e Kosovës. Atij i kërkojmë urgjentisht të reflektoj dhe të heqë dorë nga këto veprime antikushtetuese. Sepse pa rikthy kushtetueshmërinë, pa rikthy rendi kushtetues, me ne nuk mund të flitet për asgjë tjetër. Thirrni seancën dhe riktheni kuvendin të zgjedhurve të popullit. Përderisa nuk reflekton dhe nuk rikthen procesin në binarët kushtetues, Albin Kurti nuk ka kredibilitet për të hapur temat e tjera madhore shtetërore. Faleminderit përfaqësues të mediave, faleminderit deputet pranishëm. Sot, sikurse edhe dje, do të ishte shumë më mirë që na sot të flasim, e të kërkojmë llogarinë për ato që do duhej të jetë, e që është funksionimi i demokracisë e funksionimi i institucioneve. Është totalisht
e pa imagjinueshme që është një njeri që udhëheq shtetin që gati 7 vjet, e ndërto i udhëheq institucionet e sigurisë, nuk don as me kuptu që vakumi institucional është baza e rrezikimit të sigurisë kombëtare. Pse po ikin këta njerëz? Pse e kanë qëllimin e bllokimit të institucioneve përkatësisht shtetit? Shëni, askush nuk po ja konteston fitoren në zgjedhjet e 7 qershorit. E bindja jonë është që ajo do të jetë fitoria e fundit e tyre. Dhe nuk do të përsëritet më. Së dyti, askush po ja konteston që kanë drejt ta zgjedhin kryetarin e kuvendit. Askush nuk po ja konteston që kanë drejt ta bojnë qeveri. Është vetëm një njeri që po konteston këto. Është vetë Zoti Kurti. Pra ata po kontestojnë realisht rezultatin e zgjedhjeve dhe nuk kanë vullnet me zbatu rezultatin e zgjedhjeve që qytetarët, populli i Kosovës i ka dhënë besim, e për cilën po e përsëris që ai besim është i fundit dhe jemi të bindur që situata ka ndryshuar. Ajo që e besoj e kemi shqetësim gjithë është fakti se Kosova dhe ky kuvend do të duhet të jetë funksional për të trajtuar temat veç e veç. Edhe për atë kësnimin me rrjedhën e Ibrit, sepse s'ka kush e trajton. Edhe për çmimet e larta që i kemi çdo ditë e po rriten vazhdimsi. E këta, këtë çka po bëjnë, është me ikë prej këtij kuvendi, me ikë prej themelimit të institucioneve. Kjo situatë jo vetëm nuk është normale, po është duke u fut në vakum shtetëror, vakum institucional. Këto nuk do ta lejojmë. E kemi për obligim kombëtar e qytetar. Mos ta lejojmë Kosovën të futet në vakum. Dhe për këto normalisht që ka përgjes, ka emër e mbi emër, dhe për këtë ne jemi këtu që ta ekspozojmë e të veprojmë që kjo mos zhvillohet edhe më tutje. A janë qëllimet ogurzeza, do ta shohim çdo ditë më tutje, sepse vakumi institucional është thelbi që rrezikon shtetin e Kosovës. E ftojmë vetëvendosjen që ta zbatoj rezultatin e zgjedhjeve dhe kjo do të jetë sigurt hera fundit që ata do ta kenë këtë besim qytetar. Faleminderit.